Mos pini kurrë kafe esëll në mëngjes nëse vuani nga këto 3 sëmundje. Një grup studiuesish nga Universiteti Nevada Reno zbuloi se llumi i kafes mund të përdoret si bionaftë dhe me gjasa në të ardhmen e afër 2000 makinave do të vijë era kafe. Por kafeja me të cilën nisni ditën, një pjesë e mirë e njerëzve, mund të mos jetë mënyra më e mirë për ta filluar atë. Në fakt, mjekët besojnë se koha më e mirë për të shijuar kafen është mëngjesi vonë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Midis orës 9:30 dhe 11:30 të paradites, pasi keni ngrënë edhe vaktin e parë të ditës. Sipas Brightside do të rendisim efektet anësore që ka kafeja në trupin tuaj nëse e konsumoni atë me stomakun bosh. Pirja e kafes me stomakun bosh do ju bëjë që të ndjeheni akoma dhe më të fjetur. Kafeja është një pjesë gjimi për shumicën prej nesh, por pirja e saj sapo të dilni nga shtrati mund të ketë efekte të kundërta për shëndetin tuaj dhe të krijojë gjithashtu edhe komplikacione të tij. Kafeina dyfishon nivelin e hormoneve të stresit që mund të çojë gjithashtu edhe në probleme të tjera të shëndetit, të cilat mund të rezultojnë në probleme me gjumin, lodhje e të tjera. Për një periudhë të shkurtër kohore, kafeja mund të rrisë energjinë, por nëse e pini atë vazhdimisht me stomakun bosh, përgatituni për anën negative të saj për shëndetin tuaj. Nëse filloni ditën me një filxhan cappuccino me sheqer, mund të ndjeni përsëri të përgjumur pas një periudhe të shkurtër kohore. Kjo ndodh sepse trupi ynë prodhon edhe insulin për të konsumuar sheqerin, duke bërë që nivelet e glukozës në gjak të bien vazhdimisht dhe gjithashtu të krijojnë edhe shqetësime të tjera, të cilat mund të nxisin ankthin dhe rënjet e energjisë. Trupi juaj mund të humbasë mineralet më shpejt nëse e pini kafen me stomakun bosh. Pirja e dozës së rregullt të kafes herët në mëngjes me stomakun bosh mund të bëjë që të humbisni vitamina dhe minerale të duhura, të cilat janë thelbësore për organizmin. Mund të sabotojë gjithashtu edhe përthithjen e ekurit, magnezit dhe vitaminës B, të cilat janë gjithashtu jetike për sistemin tonë nervor. Shumë kafeinë gjithashtu mund të nxjerrë edhe kalciumin nga kockat tuaja, duke i bërë ato më të brishta dhe më të dobta. Pirja e kafes me stomakun bosh në përditshmërinë e ditave tuaja mund të nxjisë edhe probleme me stomakun. Kafeja aktivizon sistemin tonë nervor, i cili nga ana e tij mund të ndikojë gjithashtu në zorrën e trashë dhe të shkaktojë shqetësime të ndryshme, siç mund të jenë edhe problemet e diarres. Prandaj, pirja e kafes me stomakun bosh herët në mëngjes për një periudhë të gjatë kohore mund të sjellë edhe probleme me tretjen e vështirë, të shkaktojë shqetësime në stomak dhe të nxjisë gjithashtu përkeqësimin e diarres. Pirja e kafes me stomakun bosh mund të çojë në shtim të peshës. Edhe pse kafeja e zezë mund t'ju ndihmojë të ndiqni dhjamin e tepërt, ajo gjithashtu mund të prishë modelet tuaja të shëndetshme të gjumit. Kur nuk flini mjaftueshëm, keni gjithashtu tendencën të ndjeheni më të uritur dhe gjithashtu të keni më shumë dëshirë për ushqime të ëmbla. Shumë lloje të kafes, si pijet me kafe të përziera me ëmbëlsues, janë të mbushura gjithashtu me sheqer dhe kalori, duke u bërë që të keni edhe një shtim më të madh të kilogramëve në trupin tuaj. Pirja e kafes me stomakun bosh mund të nxjisë dhe të përkeqësojë problemet tuaja të ankthit. Kur zgjoheni në mëngjes, nivelet tuaja të hormoneve të stresit janë zakonisht të larta. Për shkak se kafeina është një stimuluese, ajo i jep trupit tuaj efekte nervoze dhe madje mund të shkaktojë ankth dhe probleme të ngjashme te disa persona, duke krijuar kështu komplikacione të shëndetit të tyre. Pirja e kafes me stomakun bosh mund të krijojë shqetësime me lëkurën tuaj, duke nxitur më shumë tharje të saj. Për shkak se kafeja ju bën të përdorni tualetin tuaj më shpesh, ajo e dehidraton trupin. Kur trupi dehidratohet, është e vështirë që toksinat të dalin nga trupi përmes lëkurës. Kjo nga ana tjetër e than lëkurën e bën atë më të prekshme ndaj problemeve të ndryshme shëndetësore, si rrullat e parakohshme. Pirja e kafes me stomakun bosh mund të ndikojë gjithashtu edhe në rritjen e papritur të niveleve të sheqerit në trup. Filxhani juaj i kafes në mëngjes e bën më të vështirë që qelizat tuaja të rregullojnë edhe sheqerin në trup.
i cili mund të çojë në sëmundje të ndryshme. Sheqeri i lartë në gjak nga ana tjetër mund të çojë në shtim të peshës dhe madje mund të rrisë riskun e infeksioneve të ndryshme të organizmit. Ndaj përpiquni të bëni përzgjedhjen e duhur ushqyese dhe të evitoni këto shqetësime të cilat mund të nxisin edhe probleme të shëndetit. Sipas një studimi, nëse gjëja e parë që konsumoni në mëngjes është kafeja, atëherë ju vetëm do të ndjeni më të lodhur. Sipas trajnerit Max Lower, rekomandohet që ajo të konsumohet rreth orës 9:30 dhe 11:30 të paradites, në mënyrë që të ndjeni më të freskët pas një takimi ose më të fuqishëm pas tërvitjes fizike. Kafeina ndihmon në përforcimin e performancës dhe niveleve tuaja të kortizolit që arrin majat midis orës 8 dhe 9 të mëngjesit. Prandaj është më mirë që gjatë kësaj kohe të shmangni konsumin e kafes. Por përveç se duhet të shmangni konsumin e kafes në mëngjes, kafeja duhet të shmanget edhe gjatë orëve të vona të ditës, sepse kafeina ka një gjatësi prej 6 orëve. Prandaj nëse zgjidhni të pini kapuçinon midis orës 16, ju ende do t'i keni sistemin tuaja të dobësuara, pasi kafeina mund të qëndrojë shumë gjatë në trupin tuaj. Por prej kafes mund të keni edhe disa benefite, prandaj përpiquni ta mos e konsumoni atë me stomakun bosh. Sipas Healthline, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që merrni nga konsumi i kafes, sigurisht duke mos u konsumuar edhe me stomakun bosh. Sipas ekspertëve të Healthline, këto janë disa nga përfitimet kryesore të saj. Kafeja mund të përmirësojë nivelin e energjisë dhe t'ju bëjë më të zgjuar. Kafeina bllokon një neurotransmetues frenues të trurit tuaj që shkakton një efekt stimulues. Kjo përmirëson nivelin e energjisë, gjendje shpirtërore dhe aspekte të ndryshme të funksionit të trurit. Mund t'ju ndihmojë të ndiqni dhjamin. Disa studime tregojnë se kafeja mund të rrisë djegjen e dhjamit dhe gjithashtu ritmin e metabolizmit. Mund të përmirësojë në mënyrë drastike performancën fizike. Kafeina mund të rrisë në nivelet e adrenalinës dhe të çlirojë acidet yndyrore nga indet tuaja yndyrore. Kjo çon në përmirësim të dukshëm të performancës fizike. Kafeja përmban lëndë ushqyese thelbësore. Kafeina përmban disa lëndë ushqyese të rëndësishme, përfshirë riboflavin, acid pantotenik, mangan, kalium, magnez dhe niacin. Kafeja mund të ulë riskun për diabetin e tipit 2. Disa studime vëzhguese tregojnë se personat që konsumojnë kafe kanë një risk më të ulët të diabetit të tipit 2, një gjendje e rëndë që prek miliona njerëz në të gjithë botën. Kafeja mund t'ju mbrojë gjithashtu edhe nga sëmundja Alzheimerit dhe dementina. Personat që pinë kafe kanë një risk më të ulët që të preken gjithashtu nga Alzheimeri dhe dementina, që është shkaku kryesor i shëndetit të dobët mendor. Kafeja mund të ulët gjithashtu edhe riskun e Parkinsonit. Personat që konsumojnë kafe vazhdimisht në dietën e tyre të përditshme mund t'i japin gjithashtu edhe një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese në përditshmërinë e recetave tuaja. Personat që konsumojnë kafe kanë në 60% më pak risk që të preken nga sëmundja e Parkinsonit, çrregullimi i dytë më i zakonshëm neurodegenerator. Kafeja mund të mbrojë shëndetin e mëlçisë. Personat që pinë kafe kanë një risk më të ulët të cirozës, e cila mund të shkaktohet nga disa sëmundje që prekin mëlçin. Kafeja mund të ulë riskun e depresionit dhe t'ju bëjë të ndjeni më të lumtur. Kafeja duket se ulë riskun e shfaqjes së depresionit dhe mund të zvogëlojë në mënyrë të mirë edhe ndikimin negativ të shëndetit tuaj. Problemet e mëlçisë dhe ato kolorektale janë shkaqet e treta dhe të katërta kryesore të humbjes së jetës në të gjithë botën. Pirja e kafes mund të jetë një mbrojtje më e mirë për shëndetin tuaj, por kjo nuk do të thotë se do të jetë zgjidhje përfundimtare. Kafeja mund të ulë riskun e goditjeve në zemër dhe goditjeve në trut, citon Healthline. Kafeja mund të shkaktojë një rritje të butë të presionit të gjakut, e cila zakonisht zvogëlohet me kalimin e kohës. Pirësit e kafes nuk kanë një rrezik në rritje të problemeve në zemër dhe kanë një risk më të ulët të goditjeve në trut. Kafeja mund t'ju bëjë të jetoni më gjatë. Disa studime tregojnë se pirësit e kafes jetojnë më gjatë dhe kanë një risk më të ulët të humbjes së jetës në mënyrë të parakohshme. Shtimi i kafes në përditshmërinë e recetave tuaja do të ofrojë një burim të mirë të antioksidantëve në dietën perëndimore. Çelësi qëndron te mënyra e konsumit dhe sasia që shtoni në dietën tuaj. Mos e pini kafen me stomakun bosh dhe pijeni atë jo më shumë se 1 deri në 2 filxhan çdo ditë, të paëmbëlsuar për të marrë përfitime të duhura unike për shëndetin. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.